Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve të fokusuar te dashuria. Dua të them dy fjalë për letra tarot. Në përgjithësi, letra tarot janë letra spirituale, letra psikologjike. Kanë lidhje me botën e brendshme të njerëzit. Ato janë krijuar për herë të parë në Itali në vitin 1430. Nuk kanë as fe as kult. Janë letra të cilat përcjellin energji e përgjithshme, energjinë pozitive të individit. Janë letra shpirtërore që kanë të bëjnë me botën shpirtërore të çdo personi. Me pak fjalë, ishin rreth letrave tarot një përshkrim i vogël. Tani do të marrim energjinë e përgjithshme të fokusuar te dashuria e letrave tarot. Ç'na thot energjia e përgjithshme? Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe kemi. Ju jeni një person shumë perfekt. Jeni si kjo perandore me këtë dritën e universit në çakrën e kokës dhe në krahor ku ndriçon gjithmonë kjo dritë që keni në to çakra rrugën tuaj drejt suksesit. Në jetën tuaj dhe manipuloheni. Keni të bëni me njerëz jo fort të mirë, njerëz pak mashtrues. Dhe nga këta njerëz ju jeni pak të stresuar, keni pjesën e stresit, pak mendime negative, por do të ndryshojë situata, sepse treshi i shkopinjve tregon që ju jeni në pritje. Jeni në pritje të diçka e të mirë që do të ju ndodhë në jetën tuaj. Ju jeni një person shumë human, jo vetëm nga ana e bollokut, por dhe nga ana e shpirtit. Ju keni një botë të madhe shpirtërore dhe ju ashtu si jepni gjërat tuaja, ashtu dhe ju kthehen në anën tjetër. Një lajm i befasishëm dhe i papritur vjen në jetën tuaj. Meqense kemi energjinë e dashurisë, ky lajm është për dashurinë. Ky pollum i paqes në këtë kupë të argjend ju sjell këtë lajm fantastik që do të ndryshojë dhe transformojë rrugën ku ju keni për të ecur në rrugtimin tuaj drejt dashurisë. Ky ushtar në këtë kalë të bardhë të paqes vjen furishëm për të sjellë këtë lajm të mirë. Sepse dhe ky princ me këtë mesazh në dorë ju sjell lajme pozitive juve perëndeshës së bukurisë. Juve ky princ ju shikon si kjo perëndesh në këtë oazë të mrekullueshëm, ku keni dritën e universit në dorë, këtë kolltuk të kuq dashurie, që me këtë dritë ju ndriçoni këtë oazë, dhe me këto kuror me gur diamanti në kokë. Jeni një mbretëresh e shpatave, e cila gjithmonë falenderon universin për qiellin e saj të pastër, të pastruar gjithmonë nga rreth që i merr toka magnet. Gjithmonë për herë në jetën tuaj, ju të dy falenderoni dhe jeni mirënjohës universit për këtë paqe që ju ka sjellë në jetën tuaj, për këtë mirësi, për këtë liri, për këtë bollëk shpirtëror. Ju të dy gjithmonë e falenderoni universin për këtë shtëpi paqësore që ju ka sjellë në jetën tuaj. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve e fokusuar tek dashuria. Faleminderit shumë, miqtë e mi.